Në fshatin Biteshi Ullët, shtyllat elektrike prej druri ndodhen në gjendje të vjetruar. Në shumë raste ato duken të lakuara, duke përbërë rrezik serioz për banorët dhe shtëpitë përreth. Kështu thot Mark Vilaj, banor i fshatit. Probleme, sidomos dimnit, kemi shumë. Një burë si të bjen, i ranon edhe këputën të ilat. Unë jam për jashtë, edhe kem reagu në të sene, na kanë thonë si të kryet asfalti edhe banderat kanë me ardhë. E sot da ditë sen s'kim një për këtë punë. Me shku 100 herë, shko të tjetër, shko atje. E ju baj apel, shumë. Kush është kompetent për këto sene, sa ma shpejt na bjen mas. Ju lut na. Ky pensionist prej vitesh jeton dhe vepron në Zvicër, madje nuk nguroi të fliste edhe për një dallim interesant në të dy shtetet. Dallimi 200% është në yshi, janë 1000% në thonë. Sa aty, unë jam aty se 50 vjetë. Bare sot fula me njën për 4 muaj ditë, unë i paguj rrymë 180 franca. As 180 euro nuk janë për 4 muaj ditë. E këtu në mujt e paguj 60 ershin. Kjo pa mundshme është. Krahas shtyllave të vjetruara, pensionisti Vilaj thot se edhe furnizimin me energjinë elektrike është i dobët dhe i pasigur duke krijuar vështirësi edhe në ambiseri. Rryma shumë e dobët është, shumë e dobët. I kryjm, po une jam vetëm, nuk baj shpenzimet më uja, me konë me krejt familje, shumë e dobët është. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse para se të ndodhë ndonjë fatkeqësi.